Egli Tako dhe Gjesti po vazhdojnë të përfshihen në debate të vazhdueshme brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4. Nelin, që nga rikthimi i saj pas 9 ditësh mungesë, dyshja janë përballur me diskutime të shumta rreth marrëdhënies së tyre. Tensionet dhe emocionet duket se janë përqendruar në marrëdhënien e tyre, duke sjellë pyetje dhe spekulime nga banorët e tjerë dhe audienca e jashtme. Së fundmi, Egli i ka treguar Gjestit se jashtë shtëpisë janë krijuar perceptime për ta si çift. Ti nuk e ke idenë sa njerëz jashtë kanë interpretuar se ne të dy do të martohemi, i tha ajo. Kjo deklaratë ka nxitur reagime të forta brenda shtëpisë duke këndellur diskutime mbi natyrën e marrëdhënies së tyre. Nelin, gjatë disa debatesh të tjera, banorët e kanë inkurajuar çiftin të eksplorojnë më shumë ndjenjat e tyre. Edhe pse tensionet janë evidente, shumë prej tyre besojnë se ndjenja e tyre mund të jetë më e fortë se që janë përpjekur të tregojnë. Kjo ka krijuar një atmosferë dinamike, ku çifti shpesh gjendet në qendër të vëmendjes. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është se audienca ka reaguar ndjeshëm ndaj situatës. Shumë ndjekës të emisionit kanë shpërndar mendimet e tyre në rrjetet sociale, duke e bërë këtë temë një bisedë të nxehtë. Përkrasit kanë shprehur dashurinë e tyre për çiftin, ndërsa skeptikët kanë ngritur pyetje mbi sinqeritetin e ndjenjave të tyre. Kjo tregon se marrëdhëniet e tyre kanë arritur të prekin emocione të ndryshme të publikut. Nelin, me kalimin e ditëve, tensionet janë rritur dhe ndihen sikur çdo bisedë ka peshë të madhe. Pjesëmarrësit e tjerë në shtëpi kanë filluar të angazhohen në diskutime mbi çështjet e dashurisë dhe miqësisë, duke e shndërruar shtëpinë në një arenë debati të fortë. Nelin, është e qartë se ardhmja e Egli dhe Gjestit është e papërcaktuar, por besimi dhe vendosja e tyre për të përballuar vështirësitë së bashku tingëllon si një temë qendrore. A do të arrijnë ata të kalojnë përtej mundësive dhe të formojnë një lidhje më të fortë, apo do të përballen me sfida që do t'i ndajnë? Nelin, një gjë është e sigurt, se audiencat do të ndjekin me vëmendje çdo hap të tyre në këtë rrugëtim emocional. Big Brother VIP Albania 4 po ofron një shfaqje të jashtëzakonshme të marrëdhënieve njerëzore, ku drama dhe romanca gërshetohen në mënyra të paparashikueshme. Nelin, shpresojmë se Egli dhe Gjesti do të gjejnë rrugën e duhur për të përballuar sfidat e tyre dhe të ofrojnë spektakël për publikun, duke i mbajtur të gjithë të etur për zhvillim.